Skandal dhe papranueshme për gjithë shqiptarët që një deputet i dënuar për shfrytëzim prostitucioni dhe rrëmbim personi, siç është Arben Doka, të jetë i preferuari i kryeministrit dhe të vihet në rreshtin e parë në sallën e matjeve të sukseseve imagjinare në 300 ditët e rendit. Por edhe më skandaloze dhe papranueshme është heshtja e Edi Ramës, pasi të vërtetat e implikimit të tij me botën e krimit dolën në dritën e diellit. Edi Rama mund t'i ra shpatullat deputetëve të tij të inkriminuar për aktet banditeske që ata bëjnë, por ai tashmë e ka humbur betejën morale. Dhe është e do të jetë përgjegjës për secilën dhunë dhe kërcënim jete ndaj përfaqësuesve të opozitës. Partia Demokratike është më angazhuar se asnjëherë më parë, bashkë me qytetarët e vendit, që të vazhdojë çdo ditë misionin e ruajtjes së demokracisë dhe ëndrrës europiane të shqiptarëve, duke denoncuar dhe bërë transparencë për aleancën kriminale të Edi Ramës.